Vijojmë me situatë të brisht politike në Shqipëri me protesta që nuk po ndalen dhe nga ana tjetër kryeministri Edi Rama që refuzon të tërhiqet. Për të folur për këtë dhe më gjërë, kemi të ftuar avokatin e njohur në New York, Hasan Metuku, i cili do ta komentojë situatën politike më të fundit në Shqipëri. Avokat, përshëndetje, mirë se vini në Nur Media. Përshëndetje juve. Avokat, si e komentoni situatën politike më të fundit në Shqipëri, protestat dhe refuzimin e Ramës për të larguar? Është fatkeqësi në fakt që një kryeministër i një vendi të bullizoj apo të shpërfili protestat e qytetarëve. Edhe se numri i tyre nuk do të ishte ai që është me qindra mira, përsëri kryeministri do të kishte një respekt. Pra që është në demokracitë perëndimore. Minority ruling, që do thot pra në koncept që duhet të respektohet. Pra majority rules, minority is respected. Pra duhet të respektohet pakica. Në rastin konkret, edhe nëse Rama pretendon se janë 800.000 votues të cilët kanë votuar për të në zgjedhjet e mëparshme, ai përsëri duhet të dëgjojë zërin e qytetarëve. Ndërsa nga pikpamja e organizatorëve, unë do thoja që protesta tashmë pas një kohe të tillë, 3 javësh e më shumë, duhet të strukturohet nga pikpamja ligjore. Pra vetëm pas 3 javësh kanë dalë kërkesat e plota se çfarë kërkojnë protestuesit. Nëse unë do t'i këshilloja protestuesit, është e kollajshme t'i thuash por që të protestosh është më e vështirë. Dhe unë kam një respekt të jashtëzakonshëm për çdo qytetar i cili ka marrë kohën e tij për të protestuar për të drejtat. Qytetarët nuk janë kundër investimeve të huaja. Dhe kjo është qëndrimi kryesor. Por qytetarët janë kundër mungesës së transparencës, grabitjes pronës dhe papërgjegjshmërisë së qeverisë dhe në dhënien e investimeve strategjike, të investimeve të pronave private apo të pronave shtetërore. Në këtë kuptim, pra kemi një mungesë të madhe të transparencës së qeverisë, e cila është zgjedhur për të drejtuar dhe për të informuar në mënyrë të vazhdueshme qytetarët. E qartë. Protestuesit nuk janë vetëm kundër qeverisë, që nga nisja e këtyre protestave kanë pasur një slogan Ramanburg, Berishanburg, dhe janë shprehur kundër të gjithë klasës politike të këtyre 35-36 viteve të fundit që nga shembja e komunizmit. Si e shikoni zgjidhjen në këtë realitet dhe a mendoni, a besoni që do të kemi një frym të re dhe mbase edhe një forcë të re politike e cila do të, si të themi, do të shkërmoq të vjetrën dhe do të ndërtojë një Shqipëri të re, ashtu siç e kërkojnë protestuesit në thirrjet e tyre? Unë jam njëri i ligjit, unë nuk jam për dënime popullore, publike, në koncept Ramanburg apo Berishanburg. Unë jam për një proces ligjor. Nëse parulla do të ishte Rama përpara drejtësisë, ose Rama para gjykatës, do të ishte më arsyeshme, sepse duke paraqitur konceptin Rama para gjykatës ose para drejtësisë, kjo do thotë që protestuesit dhe organizatorët janë një alternativë e mundshme, ligjore, e besueshme për qytetarët dhe për Bashkinë Ndërkombëtare, për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për Bashkimin Evropian. Pra thënë ndryshe, Burg, Ramanburg, Berishanburg apo epitetet, pra thirrjet e tilla nuk i përkasin një niveli të një lëvizje e cila praktikisht boshtin e saj duhet ta ketë ligjshmëri. E thënë ndryshe, unë do të mendoja se do të ishte më udhës që në këtë periudhë, për te këtyre parullave, të propozoheshin iniciativa konkrete ligjore. Pra, nëpërmjet profesionistëve të diasporës apo në Shqipëri, të cilët do bënin paketa të gatshme ligjore për ndryshimin e ligjit për investimet strategjike, për ndryshimet e autoritetit të KKT-s, Këshillit Kombëtar të Territorit, për ligjet e kadastrës, për ligjet e pronave,
dhe me një paket të tillë, ata do të paraqisnin alternativën e tyre. Mund të merrë iniciativa në bazë të 81 të Kushtetutës. Iniciativa ligjore për propozimin e ligjeve apo projekt ligjeve të ndryshme. Në bazë të 81 të Kushtetutës, zgjedhësit me 20.000 vota mund të regjistrohen KQZ, ka një procedurë të saktuar dhe mund t'i propozojnë. Nga ana tjetër, vetëm në këtë formë, ata mund të bëheshin besueshëm për qytetarët dhe për bashkinë ndërkombëtare që në mbështet. Nga ana tjetër, do të duhet që grupi organizator duhet të njoftojë nëpërmjet shkresave konkrete ligjvënës të rëndësishëm evropian, ligjvënës të rëndësishëm të Shtetet Bashkuara të Amerikës, Departamentin e Shtetit, ambasadat e huaja, se cili është plani konkret i ligjshmërisë së veprimeve të tyre dhe paraqitja dhe prezantimi i tyre si një alternativë besueshme përballë një qeverie e cila sipas tyre ka humbur legjitimitet. Pra në këtë kuptim, lëvizja nga një revolucion i rrugës, nga një rebelim dhe protest, strukturohet në një lëvizje pa qenë nevoja të artikuloj bindjet majta djatha qendrës politike, por alternativa të besueshme të cilat i shërbejnë interesave të qytetarëve dhe interesave të tyre. Ky është shumë mirë e vendosur në kontekstin ligjor për cilin ju jeni dhe profesionist, por duke i besuar pak nuhates suaj politike, si e parashikoni se do të dilet nga ky ngërç? A do të kemi një rezultat nga këto protesta, apo vetëm kjo trysni ndërkombëtare dhe ligjore përmes edhe institucionalizimit të saj me kërkesat që ju përmendet nga ana ligjore mund ta çojë Ramën, ta detyrojë Ramën në një tërheqje? Kjo është një pyetje shumë e gjerë në koncept, por unë do të dua që ta kufizoj në dy drejtime kryesore. E pari, protesta ka një rezultat të prekshëm. Cili është kjo? Ndërgjegjësimi i opinionit publik se jo gjithçka, madje element thelbësor të demokracisë në Shqipëri janë në përkëmbur dhe qeveria nuk ka marrë parasysh, nuk ka marrë në konsiderat opinionin e qytetarëve në zonën e Zvërnecit, të Florës, të gjithë Bregdetin, nuk ka marrë përsipër, nuk ka marrë parasysh konsultimin me publikun për pagetën e malë. Pra, edhe pse është zgjedhur për t'i udhëhequr, qeveria dhe procedurat ligjore e kërkojnë dhe konventet evropiane. Ka shkelur me dyja këmbët konventën e Aarhus. Ka shkelur ligjin për i ka dhënë kompetenca të cilat nuk i ka KKT-s. Pra, ka ndryshuar tërësisht ligjin për investitorë strategjik dhe ka qepur ligje, ka bërë ligje të cilat i shkojnë për shtat investitorëve privat. Duke mos parashikuar, duke mos mbrojtur interesat thelbësore të qytetarëve. Pra, në këtë kuptim, protesta, fitoren më të madhe deri tani, e ka tek ndërgjegjësimi dhe masivizimi i shqetësimeve që kanë paraqitur. Nga ana tjetër, nëse kjo lëvizje do të jetë një lëvizje që prodhon ndryshimin e regjimit, mund të koordinohet në dy procese. Në procesin e qëndrueshmërisë, vendosmërisë të protestës, por ne e dim se sa më shumë, sa më gjatë të zgjasin protestat, aq më shumë mjete financiare, mediatike, ka qeveria në dispozicion për t'i sfumuar këto lloj lëvizjesh, edhe nëpërmjet infiltrimeve, dhe mos harroj se jemi përpara dy fakteve. Kemi një qeveri e cila ka të gjitha mekanizmat dhe operon nëpërmjet ambasadave, nëpërmjet mediave, nëpërmjet strukturave shtetërore
për të bindur partnerët ndërkombëtar dhe për të bindur Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës se këtu nuk ka shkelje ligji, këtu nuk ka shmangje procedurash, por janë thjesht një grup njerëzish, qoftë edhe 100.000 njerëz, të cilë praktikisht nuk bien dakord dhe janë kundra qeverisë. Pra, në këtë kuptim, kësaj makinerie propagande dhe burimeve ekonomike dhe strukturore, administrative që ka qeveria, mund të përballet vetëm me një strukturim ligjor dhe paraqitje alternative, jo thjesht si një qeveri në hije, por si një alternativë demokratizuese e shoqërisë shqiptare. Fitoria pra më e madhe e kësaj proteste, ose këtyre protestave, është se vazhdon të ketë në Shqipëri opozitë, dhe opozitë e cila nuk shkrihet thjesht në ngjyrat partijake, por ka nuancat e plota të një lëvizje qytetare. Dhe prej një lëvizje qytetare mund të prodhohet edhe ndryshim regjimi. Vetëm atëherë, kur të ketë një alternativë korrizuese ligjore për të bërë besueshme se me këta njerëz nuk do ketë siguri ligjore për investitorët e huaj. Pra, kjo lëvizje duhet dalim me faktin konkret që do ketë siguri ligjore për investimet, apo për kontratat që janë nënshkruar qoftë edhe nga një qeveri e tillë, do duhet të respektohen. Sepse ne kemi parë në vitet e shkuara se si kontratat të ndryshme të firmosura nga qeveritë përparshme, pasi janë anulluar shteti shqiptar, paksa paguesi shqiptar. Qoftë edhe nëse ato kontrata janë në dëm të, le të themi, ekologjisë të vendit tonë, për shembull siç është investimi në Zvërnec? Atëherë, pra po futemi një element teknik. Gjithmonë, pra duhet të shikohet se cilat janë pikat e kontratës që janë nënshkruar dhe cilat janë të mundshme për të rinegociuar në funksion dhe në interes të qytetarëve shqiptarë. Për shembull, po jap një shembull të thjeshtë. Nëse koeficienti i shfrytëzimit për ndërtim në një zonë bregdetare nuk është respektuar, atëherë do t'i thuhet kompanisë, pra do të negocohet me kompaninë apo me entitetet private, që kjo nuk mund të ndodhë, sepse është në kundërshtim me ligjin, është në kundërshtim me normat, dhe një kontratë nuk mund të vijë në kundërshtim me ligjet edhe kontratët e vendit. Pastaj do të jetë pjesa tjetër. Po qeveria Rama i ka ndryshuar ligjet pikërisht për këtë gjë, ka ndryshuar ligjin për investimin në këto zona caktuara, vetëm para 2 vitesh. Atëherë, unë si ekspert duhet të shoh në konkret dokumentat të cilat, pra duhet bërë një auditim i elementëve ligjor dhe kontraktual. Nuk mund të flitet, domethënë, thjesht për të kënaqur syrin e publikut. Nëse pyetem si ekspert, unë do të bëj një auditim ligjor, do bëj një due diligence, pra një verifikim total të gjitha normave që janë ndryshuar, paketave që janë ndryshuara, mënyrat se si ata mund të ndryshohen, propozimet që mund të bëhen kompanive investitore. Pra, nëse janë ndjekur procedurat ligjore në titujt e pronësisë që këto kompani kanë blerë, e të gjitha me radhë. Pra, nëse do të më pyes si protestues, plotësisht jam dakord, ka një sentiment njerëzor që kjo qeveri është e mbuluar nga korrupsioni. Pra, kemi me akuza serioze për korrupsion të zëvendës kryeministres së vendit. Kemi kryetarin e bashkisë më të madhe në Shqipëri në akuzë për korrupsion dhe në proces ligjor. Pra, kemi një kryeministër i cili nuk ka pranuar të dorëzojë imunitetin, të lë të lirë procesin ligjor të hetimit për t'i dhënë mundësinë që ajo të gjykohet si qytetare me drejtat barabarta. Pra, në këtë kuptim, kemi të bëjmë me elementë të cilët praktikisht kanë prekur thelbin. Kemi të bëjmë me qindra mijëra shqiptar të shpërngutur. Kemi të bëjmë me qindra mijëra shqiptar të specializuar, të shkolluar në vendet më
moderne perëndimor, ekspert të fushave të ndryshme, që janë përzën nga administrata, thjesht për faktin se nuk janë partizan të Ramës. Pra, thelbi i kësaj proteste është përmbledhja e një lëmshi, jo thjesht në raport me këto investime, por me korrupsionin në çdo derë, me pasigurinë e jetës që kanë qytetarë. Ne jemi prindër kur shikoj investitorë shqiptarë, apo qytetarë shqiptarë që vinë këtu si avokat dhe kërkojnë një mënyrë shpëtimi, thonë dua të largojmë fëmijët nga Shqipëria. Kjo është e dhimbshme. Pavarësisht këshillave që unë ju jap për të gjetur zgjidhje ligjore, po në thelb unë ndjej një dhimbje të madhe që këta njerëz, sepse ekonomikisht janë në gjendje të shkëlqyer, duan të largojnë fëmijët nga Shqipëria sepse nuk kanë siguri për jetën, nuk kanë siguri për meritokracinë. Pra, unë kam parë se si njerëz të shtresave të varfër janë larguar, qoftë nga persekutimi, qoftë nga largimi nga puna, qoftë sepse nuk gjejnë meritokraci, por fasho e fundit që po largohet sot janë njerëzit e pasur dhe biznesmenët, për shkak sepse të gjithë më thonë më rrëfejnë që është kthyer në kartel, në narkotrafik dhe ke element zyrtar, dyshohet seriozisht se ka element zyrtar dhe zyrtar të lartë të cilët bashkëpunojnë me kartelet e drogës. Kjo është e frikshme. Prandaj, thelbi i kësaj proteste është i ligjshëm, i ndershëm, është një kushtrim për çdo shqiptar. Por unë do thoja se me gjithë këtë kushtrim piskan që lëshohet nga protesta, duhet të strukturohet mbi bazat demokratike, duke prezantuar si një alternativë e besueshme përpara shqiptarëve. Që nesër ata do të jenë bashkëpunues me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian, do të ndjekin procedurat ligjore dhe nuk do të veprojnë në të njëjtën mënyrë siç vepron qeveria e sotshme me klient privat. E qartë. Ju dhat këshillat tuaja ligjore se si mund të ketë sukses kjo protestë nga ana ligjore, jo vetëm nga ai mlefi i keqeverisjes apo 1000 gjëra tjera që janë rënditur dhe ju rënditet shumë bukur tani. Nëse do të ishit nga ana tjetër e medaljes, nëse sot do të ishit këshilltar ligjor i Ramës dhe i Berishës, çfarë këshille do t'i jepni secilit prej tyre për ta përmbyllur? Normalisht do t'i këshilloja që ata të marrin hapa konkrete për të rishqyrtuar, për të përpjekur për të përmirësuar atë çfarë ka ndodhur. E para fillon me një mea culpa, fillon me një falje publike që duhet bëhet nga ata vetë dhe duhet të ulet që të dëgjojë zërin e qytetarëve. Në çfarë? Të shoh, të rishqyrtoj ata ligje të miratuara, ata norma, ata vendime qeverie, ata vendime të KKT-s. Dhe se si këta mund të parafrohen me interesat thelbësore të qytetarëve, që janë mbrojtja e sigurisë së pronës. Pra nuk mund të shitet një pronë e cila është në proces gjyqësor, sepse nuk ka një titull përfundimtar pronësie. Kam dëgjuar që Rama ka thënë që janë tokat, janë ca xhepa, ca toka në Zvërnec, të cilat praktikisht janë të parëndësishme. Nuk ka tokë apo copa apo xhepa të pronës publike të parëndësishme. As edhe 1 centimetër tokë. Prandaj duhet ndiqen procedurat gjithashtu. Nga ana tjetër, duhet të shqyrtohet ndryshimi i ligjit për të adresuar qoftë në raport me KKT-n, qoftë në raport me zbatimin ose me mbikëqyrjen e zbatimit të punimeve të proces. Ne kemi parë se si është zhvilluar në Palas. Unë nuk po them se cili ka qenë projekti konkret, sepse nuk e njoh, por unë shoh atë çfarë syri më shifte nga Maja Llogaras në Palas.
shikoj që e gjithë palasa, zona atje e Green Coastit është kthyer në beton. Pra, a mund të pranojnë shoqëritë e civilizuara një situatë të tillë? Unë besoj që jo. Pra, Rama apo kushdo tjetër duhet mbledhë grupin teknik ekspertët të rishikoj ligjet dhe të inkorporoj kërkesën e tyre. Por kjo tashmë nuk mjafton për qytetarë. Sepse nuk mund të vësh fajtori atë njeri që i ka miratuar këto ligje të rikuperojë. Tashmë qytetarët e kanë humbur besimin tek. Prandaj edhe thelbi i protestës është ndërheqja e Ramës. Por unë do thoja Rama, ndërheqja e Ramës dhe Rama para drejtësisë, jo Rama në burg. Pra, vetëm edhe po të ishit këshilltar ligjor i Ramës, apo qoftë edhe Berishës, sepse edhe ndaj tij do ta këshilloja ligjërisht, por do ta këshilloja, nëse do isha këshilltar politik, do i thoja që t'japi dorëheqjen. Po nëse do isha këshilltar ligjor, do t'i përpiqesha të gjeja rrugët ligjore të ndryshimit të amendimeve të atyre ligjeve që janë miratuar dhe klauzolat saktuara që do të mbikëqyrnin zbatimin e projekteve të cilat tashmë janë miratuar. I qartë. Avokat, faleminderit që ishit me ne sot. Kënaqësia ime. Ju përshëndes.